Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha. Jam këtu për t'i kthyer përgjigje disa prej pyetjeve që keni depozituar në inboxin tim dhe gjatë komunikimit të fundit që kemi patur së bashku përmes transmetimit live në Facebook. Por para se ta nis këtë sesion pyetje-përgjigjesh, dhe t'ju kërkoj gjithashtu që të vazhdoni me pyetjet tuaja, me komentet tuaja, me sugjerimet tuaja. Duhet t'ju them se gjithçka që komunikojmë së bashku është transparente ndaj publikut, që ndryshe nga ustallarët e vjetër nuk kam asgjë për të fshehur as ndaj jush dhe as ndaj qytetarëve që na ndjekin, qoftë në transmetime live, qoftë në të gjitha postimet në rrjetet sociale, Facebooku, Instagrami, përinin, TikToku, që njësoj si 300.000 vendet e punës që i hapi Rama, edhe TikToku në ashtu e mbylli. Janë për ne platforma për të komunikuar lirisht dhe pa censurën e Ramës dhe miqve të tij të tërkëndshit Bermudës. Kështu që ju inkurajoj jo vetëm të angazhohemi në këtë komunikim sa më shpesh, por dhe të përdorni këtë platformë për t'i bërë bypass censurës që tashmë kanë bërthyer për fat keq një numër shumë të madh mediash konvencionale në vendin tonë. Dhe para se të kalojmë direkt në sesionin e pyetje-përgjigjeve, dua t'i bëj një pyetje atij që ka ca kohë që nuk kthen dot më as përgjigje. O Rame, ishe në kavaj, vis roshi apo vin roshi, si i thuti, ishte me ty apo jo? Pse s'ishte më Ram, pse s'ishte në krahun tat, apo s'kishte turnin sot? Si e keni, a i paradite e ti mdark, apo një ditë e ti, një ditë e shoku jot, i tërkëndshit Bermudës? E më Ram, qatë ka gjetë, gjysma shokve ke 7 313, e ca shok tjerë i ke depozitu, ke lista ati që i thu Bufi. Bufi, po s'të dahet zemra nga Bufi, më Ram. Menon që do të qosh fushatën deri në fund të u marrë veç me Bufin, që të harroj njerëzit, premtimet që ke bërë s'ke mbajtur, që të harroj njerëzit, se si ke gënjy zgjedhje pas zgjedhje, për vendet lira pune, për legalizim falas, për shëndetësi falas, dhe tani për futjen në Europë. Rame, futja në Europë ka vetëm një kusht: pastrimin e politikës nga korrupsioni. Ndaj, edhe me 11 maj, zgjedhja e njerëzve do kufizohet në një pyetje fare të thjeshtë. Kundër SPAK-ut, me pesën që nxjerri shokët nga 77 313, kundër SPAK-ut me njëshin që premton të luftoj korrupsionin duke nxjerr Ilir Metën nga burgu e duke fut Vis Roshin në parlament, apo kundër korrupsionit me koalicionin Euroatlantik numrin 4. E vetmja vot në mbështetje të SPAK-ut dhe në luftë kundër korrupsionit. Kaq e thjesht është zgjedhja. Kush është pro SPAK-ut, voton numrin 4. Luftë kundër korrupsionit, çuarje para drejtësisë e gjithë politikanëve të korruptuar. Kush është pro korrupsionit, le të votojë numrin 5, të marrin qaf familjarët e vet, njerëzit e vet, sepse vota për numrin 5 është vot për të nxjerrë nga burgu shokët e Edi Ramës nga 77 313. Vota për numrin 1 është vot për të nxjerrë nga burgu Ilir Metën. Kaq e thjesht është. Voto numrin 4, 77 313, vot kundër korrupsionit. Votove 5-ën, votove 1-shin, je kundër SPAK-ut, pro korrupsionit. Kaq e thjesht. Edhe shpjegojni, po kaq thjesht. Asnjë program nuk financohet dot pa luftë kundër korrupsionit. Këta që ju premtojnë rritje pensionesh, subvencione, e lloj premtimesh, asgjë nuk bëhet po su luftua korrupsioni. Sepse parat shkojnë te shokët e këtyre, te 313. Kaq e thjesht është. Me votën për numrin 5, vazhdoni çoni lekët te xhepat e shokëve të Ramës, te 77 313. Me votën për numrin 1, vazhdoni çoni lekët te Ilir Meta. Kaq e thjesht. Vota për numrin 4, koalicionin Euroatlantik, shkon për të fuqizuar SPAK-un, për t'i quar të gjithë politikanët e korruptuar para drejtësisë
dhe prapa hekurave të 7/7/313. Shkon për të bërë vetingun e politikanëve, nga i pari tek i fundit. Shkon për të heqë imunitetin e parlamentarëve që të jenë barabartë para ligjit njësoj si ju. E jo sot, kur janë mbushur qelit me të rinj për një cigare hashash, ndërsa Arben Ahmetaj na gjezdis qyteteve të botës me parat, me qindra miliona të vjedhura qytetarëve shqiptarë. Këto pra janë të vërteta. Tani të kthehemi të pyetjet. Jonus Durra pive kafe me Edin Lulo, ai po t'jep rrok të mirë dreqi veç me bo pak lojna. O Jonus, ti e di fare mirë me Jonus se kush pi kafe me Edi Ramën. Kafen e pin ata që marrin kulla nga Edi Rama me Jonus. Ku ke qenë ti këto ko? Se ke marrë vesh? I kemi qunë spak, se si bashkohen bashk për kulla, se si bashkohen votat bashk për liru të korruptumit. Me Jonus, ta hoqën drejtën ty, që të zgjidhje ti deputetin që do, sepse i bon me listat mbyllura. Fare mire ti me Jonus. Jo kafet, po gjakun ju apin të kënë që Bermudës me nëkrye Edi Ramën. Se sa më do mu Edi Rama e mori vesh gjithë bota. Kur u kap me presh ndur, duke pagu për korruptimin e zyrtarit lartë FBI-s McGonigal, si që kapi media amerikane dhe pastaj gjykata amerikane që dënoj me burg, vetëm për të mbë gropën mu. Gropën në cilën ka rënë vetë brenda. E kanë marrë vesh gjithë, bra. Jonus. Kështu që thiri menjes me Jonus, edhe ndëshkoj me vot ata që bashkë me kafen ta pinë edhe gjakun bashkë me Edi Ramën. Ndërsa vota për mua e për koalicionin Euroatlantik është që edhe ata që i ka marrë malli për Edi Ramën ke 7/7/313 të mos i marrin më malli, të jenë gjithë bashkë atje ku e meritojnë para ligjit dhe para spakut. Okej, Jonus. Astrid Koxhaj, po ti luli i mbylle e sapët me drejtësim për rrugën Durrës Kukës. Astrid, e kam thënë dhe po ta përsëris, rruga Durrës Kukës është krenaria e jetës time. Ta dia se me gjithë luftën dhe baltin që bën, aty do ta mbyllja jetën time politike, prap do t'isha shumë i lumtur për atë vepër shekullore, për atë amanet brezash që lidh Shqipërinë me Kosovën dhe që është kthyr në një arterie gjigande për ekonominë shqiptare. Ata që u përpoqen ta bëjnë pis dhe që u përpoqen të hapin një çështje inekzistente kundër meje, e morën përgjigjen pikërisht nga drejtësia. Nuk kishte asnjë akuzë që prokuroria mund të formulonte dhe gjykata ta gjykonte. Por kanë pas Astrid 15 vjet, 12 vjet kohë që ka pushtetin, që vend që të vazhdonte me akuza e me propagandë e me trushplarje, ta çonte prap prokurori, nëse do kishte një fakt vetëm në abuzim nga ana ime në rrugën e kombit. Po nuk e gjenë dot Astrid. Se këta i masin gjërat me kudin e vet. Për këta është e pa imagjinueshme të bësh një vepër të tillë madhore pa vjedh. Ndërsa për mua rruga kombit mbetet krenaria e jetës time. Ndaj, për t'i dhënë një përgjigje një herë mirë kësaj pune, bashkohu dhe ti me koalicionin Euroatlantik, bëjmë vetingun e politikanëve. Ta fillojmë nga unë, Astrid. Bët kontrolli pasurisë time, i familjes time, i rrethit shoqëror, i lidhjeve të papërshtatshme, por ama të 140 deputetët, i gjithë kabineti qeveritar, gjithë drejtuesit e lartë shtetit, vit për vit veting politikanëve njësoj si që bëm gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kam 1 vit e gjys që e kam çu këtë projekt ligj në Parlamentin e Shqipërisë, Astrid, dhe nuk e sjellin as në rendite, o Astrid, se kanë frikë. E para punës as nuk ju shkon mendje ta miratojnë, se e kanë mizën në kësul, dhe e dyta, kur të vi momenti votimit, kuptohet që ata që votojnë kundër, e që flasin kundër korrupsionit, në fakt janë më të korruptuarit. Kështu që unë flas me vepra, Astrid, krenar për rrugën e kombit, pro vetingut politikanëve, pro kontrollit pasurisë politikanëve, pro spakut, Astrid, se lekët nuk mund të jenë edhe në xhepat e tu, edhe në xhepat e shokëve ke 7/7/313. Kështu që voto koalicionin Euroatlantik, të japi më shumë fuqi spakut dhe pare të jenë xhepat e tu dhe të shokëve tu e të familjes tënde. Mona Goga, dhe do t'i rregullosh ti që flen vetëm gjumë e ndritë ti kur ishe kryetar bashkie. Ah, moj Mona. Edhe ty pas kanë mësu që ai që fle nuk vjedh dhe ai që vjedh nuk fle. Kjo është parulla.
po nuk vodhe si pas tyre flej gjumë. Po në fakt, Bojmona, shumë prej gjërave që ti i merë të mirëqena sot në kryeqytetin shqiptar janë drejt për drejt produkt i drejtimit dhe investimit tim personal për kryeqytetin. Mirë po, si ta kam thënë, e po ta përsëris, për këta kush nuk vjedh flen gjumë. Kurse drejtësia me veprimet e saj po na provon të kundërtën, që kush vjedh shkon të 313 në rastin konkret tek burgu i Durrësit. Kështu Majmona, me ato pak fonde të Bashkisë Tiranës, me taksat ulura në minimum, unë arrita të jap kryeqytetit planin urbanistik që i mungonte prej 1989-s. Projektova dhe me lidhet e mia si ministër i jashtëm, si ish ministër i jashtëm, solla fonde për bulevardin e ri dhe lumin e Tiranës. Projektuam së bashku pazarin e ri që Lalieri e shiste si punën e tij. Projektuam terminalet multimodal të pasagjerëve. Të gjitha këto në dobi të qytetarëve, në interesin tuaj dhe pa shpenzime të tepërta nga xhepi juaj. Çfarë projektoi ky që sot është në Durrës, kryebashkiaku i Tiranës që gdhiet dhe ngryset në Durrës, çfarë projektoi? Inceneratorët, mona. Hajdutëri e pastër e taksave tuaja me zero leverdi për qytetin. Kështu që hiqi lakrat nga koka, ik nga ushtria e, siç i thot Rama, çyrykëve, që pas 12 vjet zhgënjimesh, mashtrimesh, vjedhjesh, shpërdorimesh, ju kërkon prap votën ai. Bashkohu me koalicionin Euroatlantik, numrin 4, do zgjohesh dhe ti nga kjo ëndër keqe, ku vjedhjes dhe hajdutëve ju thon punë dhe atyre që punojnë dëshmërisht ju thon flen gjumë. Provoje dhe nuk do të pendohesh. Fadil Gashi, o zotri Basha, gjeje rrugën e Banu Bashkë e gjithë opozita që të shporreni e të vinë kristaqen. O Fadil, opozit e vërtet ndaj Edi Ramës është vetëm koalicioni Euroatlantik numri 4. Ne refuzum ta votojmë amnistin me cilin ai nxori të korruptuarit e tij nga burgu, duke i dhënë mesazhit Spakut që ju i dënoni, ne i nxjerrim. Po nuk i nxirrte dot vetëm o Fadil. I duheshin ca vota. Kush ja dha votat o Fadil? Ja dha ky që sot bën sikur e lufton. Kush i mbylli listat o Fadil? Bashkë i mbyllën listat. Bashkë i lirun të korruptuarit. Dhe tani kanë marrë të korruptuar në listat e të dyve, sepse të dy bashkë duan që pas zgjedhjeve të godasin Spakun, shpresën e vetme të shqiptarëve për drejtësi. Kështu që nëse e kundër Edi Ramës dhe do ta largosh Edi Ramën, e vetmja zgjidhje që ke është koalicioni Euroatlantik numri 4. Të më bësh mu thirrje të bashkohem me Elvis Roshin e me Ilir Metën, se për fat keq kësaj radhe ata janë kenjishi, do të ti zgjasësh jetën Edi Ramës politikisht, mër Fadil. Kështu që unë këtë se bëj dot. Por ajo që mund bëni ju është hapni syt 4, dhe në këtë mënyrë të votoni të vetmen alternativë opozitare kundër Edi Ramës, korrupsionit të tij dhe dështimeve të tij, që është koalicioni Euroatlantik numri 4. Sepse vota për njëshin është vot thjesht dhe vetëm për të luftuar Spakun, për të nxjerrë Ilir Metën nga burgu e për të çuar në parlament Elvis Roshin me soj e Sorolop e me prokuror e gjyqtar të korruptuar. Kështu që as rritje pensionesh, as subvencione për fermerët, as ulje taksash, as ulje tavani, as heqje tavani, as gjë tjetër nuk bëhet dot pa luftuar korrupsionin. Korrupsionin e lufton Spaku me mbështetje të fortë qeveritare. S'mund të jesh kundër korrupsionit dhe kundër Spakut. Kush është kundër Spakut, është me korrupsionin, është pra me Edi Ramën. Vota për pesën është vot për nxjerr shokët e Edi Ramës nga 7 313. Vota për njëshin është vot për nxjerr Ilir Metën nga burgu. Vota për 4 është vetmja vot për të forcuar Spakun dhe për të vazhduar luftën kundër korrupsionit, e cila do të prodhoj të ardhura publike, para për pensionistët, për rinin, për sipërmarrjen, për profesionistët, sepse parat nuk mund të jenë njëtën kohë, edhe programi zhvillimi, edhe pensione, edhe ndihmë rinis, edhe ndihmë familjeve, edhe në xhepat e shokëve të korruptuar të 7 313. O njëra, o tjetra. Kështu që thirrini mendjes, braktiseni
Atë që ju thot Çyryk sepse e keni votuar dhe ju ka marrë shpirtin, dhe me të vërtet, aty ka drejt, derisa e keni votuar, ju ka marrë shpirtin, ju dhe fëmijëve tuaj. Dhe prap ju thot votoni, ka drejt që ju thot Çyryk. Mos votoni për Edi Ramën, çyryklloku politik është smundje e shërueshme. Mos votoni për Edi Ramën, dhe ja, do të shërojni, votoni numrin 4, koalicionin Euroatlantik, do të jeni në rrugën e shërimit plot vetes tuaj, të familjeve tuaja, të ekonomisë shqiptare. Kaq për sot, ju përshëndes, ju uroj një të hënë të qetë dhe së shpejti në bashkëbisedimin tjetër. Mos harroni votën për numrin 4.